Këshilli Bashkiak i Korçës ka miratuar vendosjen e bustit të intelektualit Llazar Zai Fundo në Korçë. Këshilltarët por edhe kryebashkiaku e kanë vlerësuar figurën e tij, duke u shprehur se është në nderin e Korçës të kujtojë figura të tilla. Zai Fundo, apo Llazar Fundo, i cili me botkuptimin e tij në periudhën në të cilën ka jetuar dhe me veprimtarinë e tij ka kontribuar në vlerat e shoqërisë në një moment të vështirë, siç ka qenë lufta e dytë botërore. Pra ishte komunisti dhe antikomunisti i parë, ishte një patriot, ishte një antifashist, i cili pikërisht për këto bindjet të patriotike dhe antifashiste dhe është internuar nga fashistët italianë në ishullin e Ventotene dhe besoj që për këto cilësi dhe për këtë se çfarë përfaqëson kjo figurë historike, mendoj që një vendosja e një busti në këtë shesh do ta kujtonte në kohë, në përjetësi këtë figurë të rëndësishme. Busti Zai Fundos, i bërë nga skulptori Adi Dule, do të vendoset në pedonalen e qytetit Korçës, pranë bashkisë së qytetit. Llazar Fundo është një figurë komplekse e historisë shqiptare, një intelektual poliglot me plot 9 gjuhë të huaja, që lindi në një familje tregtarësh nga Voskopoja. Më pas në rini u bë komunist, ndërsa u pushkatua po nga komunistët.